20 shekuj më parë Aleksandri i Madh i Maqedonisë u nis të pushtoi gjithë botën duke i komanduar ushtarët e tij shqip, sepse atë gjuhë i kishte mësuar nëna e tij shqiptare, Olimbia. Njëzet shekuj më pas një Aleksandër tjetër, po nga ato vise, është nisur të bëjë realitet të njëjtën ëndër të çmendur. Vetëm se këtë herë Aleksandri tjetër është ende një fëmijë dhe nuk ka ndonjë ide të qartë se si mund të bëhet kjo gjë. Është vetëm një çunak që rend rrugëve plot pluhur të kavajës e të dursit. Griset në përpemë dhe shkollës nuk ja varë sa duhet. Fshehura zi rëmben çarçafët e shtëpisë, Car ka druri, një çekiç e cagozht dhe i vihet punës të bëjë një avion fluturues. Është vetëm 6 vjeç. S'ka asnjë ide mbi aeronautikën, po kjo aq i bën. Ai ndëron të fluturojë sipër botës. Në fillim drejt Korfuzit dhe pastaj shohim e bëjmë tuti. Aleksandrit të vogël i bie shorti që 4 vjeçar të niset të jetojë në Shqipëri. Si fëmijë që është, llogaria i del për më mirë, sepse me gjitha të tregti që ka humbur, 15 anije të mbytura në një stuhi, magazina me vaj, lëkurë dhe kope me dhenë që tani nuk janë më, i ati s'ka kofare të merret me të, dhe ai mund të zdërhallet rehat në përbaçe me këmbë zbathurit e tjerë të mhallës, të lahet në det pa lejë, të rrihet dhe të bëj avion me arka druri. Është ende një fëmijë dhe i duhet i hyjë detit në këmbë. Mes varfërisë ecën pak përpara me gjermanishten. Kpucët i ka të arnuara dhe i ftoti i lë një njoll të zezë në mushkëri. Një njoll që pas sa vitesh do të ndërpres një uragan të papar në bortën e shpirtit njerëzor.